Me hapjen e tunelit të Murrizit, rruga e Arbrit u konsideru e përfunduar, por në të vërteta janë mbyllur përfundimisht punimet në këtë vepër. Gjatë një vëzhgimi të bërë nga fshati Plani Bardh deri në hyrje të Tiranës, vjetrezi sinjalistika vertikale tregon se ka ende punime, pasi maksimumi i shpejtësisë së lëvizjes është 40 km/h. Por ndryshe tregon sinjalistika horizontale, pasi është e gjitha e bardhë. Një tjetër problemi këtij aksi, të cilin e ngrenë shpesh drejtuesit e automjeteve, janë dhe hapësirat e parakalimit. Kjo pasi nga fshati Shkallit Zibrit nga ana e Klosit deri në Tiranë janë vetëm 2 segmente për të parakaluar në vendin e quajtur Zall Maric, në afërsi të Zall Dajtit. Por si të mos mjaftonin këto, në pjesën që kalon përmes njësisë administrative Zibër, ka edhe probleme të tjera. Roland Hoxha, banori fshatit Zibër Murriz, thot mungojnë vendkalimet përkombësore dhe rruga dytësore për të kaluar kafshët. Rruga sapo ka përfunduar, ndoshta s'ka përfunduar komplet sepse sinjalistikat mungojnë pothuajse në gjithë segmentin. Janë sinjalistikat akoma të punimeve që s'ka mbaruar rruga. To sapo ka vendosë vizat e bardha, por si shikojmë edhe vetë, edhe rruga ka pothuajse 700 kthesa në 2-3 kilometra. Nuk ka asnjë vizë ndërprerë për me bë parakalime. Edhe tu është zonë e banuar, nuk ka akoma vizat e bardha, nuk e di nëse ka pas në projekt apo jo. Do kalojnë njerëzit apo jo në krah tjetër, sepse fshati është në 2 krah. Po fatkeqësisht këtu nuk ka rrugë dytësore në këtë zonë, këtu është zonë e banuar, ka bakti, ka njerëz që do kalojnë me kafshë bujqësore, me zgjetora, me gjithçka. Këtu mungojnë edhe rruga dytësore. Këtu ka rrezik aksidenti për mësor, për kafshë. Një tjetër problem është dhe qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd të kompanisë Gjoka Konstruksion, e cila merr inerte në fshati Klos Katun të Klosit dhe i dërgon ato pranë impjantit të prodhimit të asfaltit në Zall Dajt të Tiranës.